Gjitha qytetrimet nga Athinaja tek Harry Potter. Ndaj dhe Edi Rama je I pa shpresë. Unë bashkë me këta demokrat të japim fjalën se me 11 maj do të nisim aty ku e meriton. Miqtë e mi, ne paraqesim para jush sot kandidat, djem, vajza, burra dhe gra fisnik, njerëz që ju I njihni. Këtu kemi to moralizotin, një nga përfaqësuesit më dinjitoz të brezit të tij. Por, edhe një nga përfaqësuesit më dinjitoz të asaj shtrese që sakrifikoi jetë dhe vitra dhe qindra mira vite, jetë për liri, dinjitet dhe për vlerat njerëzore të përsekutorit politik. Ne vim këtu me këtë ekip I njohur për ju dhe asnjë anonim. Ne vim këtu me këtë ekip kandidatës që ju kanë shërbyer ju në të gjitha fushat. Dhe fjala ime nderit është se ky ekip deputet në Parlamentin e Shqipërisë është garanti më I fuqishëm për të bërë realitet programin e Elbasanit madhështor dhe Shqipërisë madhështore pik për pik. Çfarë janë deputetët e krahut tjetër? Deputetët e krahut tjetër janë përzierje Ndrageta Çela. Po edhe Balla, po Balla është mbrapa. Janë kandidat të krimit qeveritar, të krimit ordiner, të krimit mafjes. Albion, ty të solli Edi Rama në Elbasan për të shpëtuar lëkurën se miliorancin antimafia italiane e çoi atje ku ishte. Milioranci është ortaku I tij. Të solli këtu në Elbasan me lejtnant Suel Çelën dhe bandën e tij, qytetar të Elbasanit, ja ku jap fjalën nderit, se banda atje ku është, se banda në qeveri, se Albioni Ndragetës, se taulanti I Suel Çelës do shkojnë të gjithë atje ku e kanë vendin. Mos mendoni ju se mund të lëshni me virtutin, me guximin, me trimërin e demokratëve, e qytetarëve të Elbasanit. Ju do merrni atë që meritoni. Elbasani nuk është I mafjes, Elbasani është I dijes, është I qytetërimit, është I burrërisë, është I mençurisë. Miqtë e mi, fati Elbasanit do t'jetë madhështia e tij. Fati Elbasanit do t'jetë Elbasani madhështor. Elbasani madhështor fillon me virtutin më të arrirë të shpirtit të mirë shqiptar, të shpirtit të mirë të këtyre qytetarëve. Nuk mund pranojmë ne
Nuk mund të pranojmë ne këtë hendek të tmerrshëm